Lista serbe ka dorëzuar ankesë në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës kundër vendimit të Gjykatës Supreme që konfirmoi rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të mbajtura në qershor. Partia më e madhe e komunitetit serb në Kosovë kundërshton mandatin e deputetit Nenad Rashić, i cili fitoi 1 nga 10 vendet e rezervuara për përfaqësuesit serb në kuvend, duke pretenduar se ai ka marrë vota edhe në zona ku nuk jeton komuniteti serb. Lista serbe mbështetur nga Beogradi zyrtar fitoi 9 nga 10 mandatet e rezervuara për komunitetin serb, ndërsa çështja e mandatit të Rashićit është kthyer në një pikë të re tensioni publik. Ankesa është paraqitur vetëm pak ditë para seancës konstruktive të legjislaturës së re e parashikuar të mbahet më 6 gusht. Ndërkohë, lideri i vetvendosis Albin Kurti dhe kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, pritet të zhvillojnë takime për formimin e institucioneve të reja. Ekspertë të çështjeve juridike vlerësojnë se ankesa e listës serbe nuk pengon automatikisht krijimin e institucioneve, përveç rastit kur Gjykata Kushtetuese vendos një masë të përkohshme. Sipas tyre, mandati i deputetit mbetet i vlefshëm deri në një vendim tjetër të organit kompetent, ndërsa argumenti se një kandidat nuk mund të marrë vota nga komunitete të tjera nuk ka bazë të qartë ligjore. Çështja e mandateve të rezervuara për komunitetet jo shumicë është diskutuar edhe më herët në Kosovë. Kushtetuta garanton 20 vende të rezervuara në kuvend, 10 prej të cilave i përkasin komunitetit serb dhe 10 komuniteteve të tjera. Ndërkohë, Kosova vijon të jetë në një proces të zgjatur institucional, pasi gjatë një viti e gjysmë ka zhvilluar 3 palë zgjedhje për shkak të vështirësive në krijimin e shumicave politike dhe formimin e institucioneve të reja.